Dhe ne këtu, motra dhe vëllezër, që të gjithë së bashku jemi në franinë të Zotit, për të dëgjuar motra dhe vëllezër, aleluja, fjalën e Perëndisë, që fjala e Perëndisë vëllezër të zërvend në zemrat tona dhe të bëjë vepër e falenderojmë Perëndin. Sepse vëllezër, aleluja, është shumë e rëndësishme nëse fjala e Perëndisë zërvend në zemrën e njeriu. Fjala e Perëndisë nëse zërvend në zemrën e një njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, sjell tek ai njeri ndryshim. E ndryshon atë njeri. E bën një krijesë të re. Vetëm fjala e Perëndisë, vëllezër, na ndihën. Prandaj është kaq shumë e rëndësishme që fjalën e Perëndisë, vëllezër, ta konsiderojmë vërtet ushqimin tonë. Pa atë, ky njeri, motra dhe vëllezër, i rilindur, nuk mund të rritet. Është ushqimi, vëllezër, aleluja, që zbret për këtë njeri të rilindur nga qielli. Dhe të gjithë ata që janë të rilindur janë njerëz, motra dhe vëllezër, në frymë, krijesa të reja, popull i zgjedhur i Perëndisë. Prandaj, vëllezër, është shumë e rëndësishme që fjala e Perëndisë të dëgjohet me kujdes. Të tregojmë të kujdesshëm në fjalën, motra dhe vëllezër, aleluja, që asnjë gjë nga fjala të mos na shpëtojë. Të mos heqim nga fjala asnjë presje, vëllezër. Është shumë e rëndësishme, fjala na mëson që kush do të heqë një presje fjalës, vëllezër, aleluja, do të hiqet emri nga libri i jetës. Prandaj, vëllezër, sa e rëndësishme është fjala e Perëndisë dhe kujdesi që ne duhet të tregojmë në atë çka dëgjojmë. Ndodh shpeshherë, motra dhe vëllezër, aleluja, që fjala e Perëndisë të mos e pëlqejë. Sepse fjala e Perëndisë është të pasqyrë, motra dhe vëllezër, aleluja, që na bën të shohim veten tonë ku jemi. Fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, na tregon se si duhet të ndryshojmë, si duhet të jetë i krishteri në të vërtetë, vëllezër. Prandaj do shumë kujdes se si e dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Me hir të Zotit, vëllezër, do të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Në ndiqni me vëmendje, vëllezër, aleluja. Në Galatasve, kapitulli 5, po lexoj nga vargu 5. Galatasve, kapitulli 5, nga vargu 5 po lexoj, vëllezër. Është një thirrje për të ruajtur lirinë e krishterëve. Është një thirrje që na bën Zoti, aleluja, të gjithë, pa përjashtim, që të shohim se ku na ka vendosur Perëndia. Cila është liria jote? Ne, në fakt, në frymë, nëpërmjet besimit, presim shpresën e drejtësisë. Sepse në Jezus Krishtin, as rrethprerja, as pa rrethprerja, s'ka ndonjë vlerë. Por besimi që vepron me anë dashurie. Ju vraponit bukur,
Kush ju ka penguar që të mos I bindeni së vërtetës? Kjo bindje nuk vjen nga ai që ju thret. Pak më jashtë e bën të vijë gjithë prunë. Ka besim tek Perëndia për ju se nuk do të mendoni ndryshe. Por ai që ju turbullon juve, kushdo qoftë, do ta marrë dënimin. Sa për mua, o vëllezër, nëse unë vazhdoj të predikoj rreth prerje, përse më përndjekin akoma? Atëre skandali I kryqit të raposht. O, sikur ata që ju turbullojnë të gjymtoheshin vetë. Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por me dashuri t'i shërbeni njëri tjetër. Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë të vetme, duhet të afërmin tënd por si vetë. Nëse ju kafshoni dhe ani njëri tjetrin, ruani mos prisheni njëri nga tjetri. Dhe unë them ecni sipas frymës. Dhe nuk do t'ja përmbushni dëshirat mishit. Sepse mishi ka dëshira kundër frymës. Dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta njëra me tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. Por nëse udhëhiqeni nga fryma, ju nuk jeni në ligj. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kuror shkel, kurvëria, dyrësia, çthurja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozite, mëritë, zënkat, përçarjet, tarafet, cmira, vrasjet, të deurit, grykësia dhe gjëra të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj, sikur se ju thash edhe më parë, se ata që I bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Por fryti I frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetëkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmit e tij. Nëse rrojmë në frymë dhe duhet të ecim. Dhe të mos jemi mburavecë, duke provokuar dhe duke patur çmirë njëri tjetrin. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja, për fjalën që Zoti na jep, vëllezër.
Unë një vakë thotë motra dhe vlezër, aleluja, cili prind nuk e korrigjon fëmijën e vetë. Ai që e korrigjon fëmijën, motra dhe vlezër, aleluja, e korrigjon sepse e do. Dhe aty në qiellor vlezër, aleluja, përmjet fjalës të Perëndisë, na korrigjon. Jo sepse nuk na do, vlezër, aleluja, por sepse është e madhe dashuria e Perëndisë për ne. Që ne, motra dhe vlezër, aleluja, në këtë thirrje hyjnore që Perëndia na ka bërë të gjithëve, askush të mos u pasë. Prandaj duhet të tregojmë, vlezër, aleluja, shumë kujdes se çfarë Zoti na mëson me fjalën e Perëndisë. Krastitja që Zoti na bën shpeshherë, motra dhe vlezër, ne, duke lejuar situata nga më të ndryshme në jetën tonë, diçka të mirë do të bëjë Zoti. Asnjëherë Zoti nuk bën keq, motra dhe vlezër, aleluja. Ashtu sikur një prind nuk bën keq kurrë fëmijës vet. Ashtu si ju thot dini t'ju jepni gjëra të mira fëmijëve tuaj, që jeni të këqij, sa më shumë aty në qiellor do të na japë të gjitha gjërat që i kemi nevojë. E falenderoj Perëndin. Jemi thirrur, vlezër, aleluja, për të kuptuar që kjo nuk është vepër njerëzore. Kjo nuk është vepër nga njerëzit. Të çlirohet njeriu nga mëkati nuk është vepër njerëzore. Nuk mundet. Kjo është vepër e Perëndisë. Dhe Zoti e bëri këtë vepër nga dashuria e madhe që ai ka për ne. Kjo vepër u bën nga Perëndia, vlezër, aleluja. Rruga u hap drejt qiellit. Ne jemi thirrur që të ecim në këtë rrugë drejt qiellit. Nuk ka rrugë tjetër. Që të shkojmë në mbretërinë e Perëndisë, nuk ka rrugë tjetër. Unë jam rruga e vërtetë. Thotë Jezusi Krishti. Nuk mund të gjejmë dot, motra dhe vlezër, aleluja, rrugë tjetër. Dhe fjala e Perëndisë që ne kemi në dorë, motra dhe vlezër, aleluja, është udhëzuesi. Fjala, motra dhe vlezër, na drejton të gjithë. Nëpërmjet fjalës, motra dhe vlezër, aleluja, që Zoti na ka dhënë, të dalim përpara Perëndisë. Si e kam lexuar fjalën e Perëndisë. Si e kam kuptuar unë fjalën e Perëndisë. Në fakt ne, në frymë, nëpërmjet besimit, presim shpresën e drejtësisë. Shpresojmë nëpërmjet besimit që drejtësinë, vlezër, aleluja, të në vendos Perëndia. Nuk mund ne të vendosim të drejtën tonë. Bile fjala e Perëndisë na thotë, lejoni që t'ju bëjmë pa drejtësi. Zoti është ai që do të shpagojë, që do të vendosën, motra dhe vlezër, aleluja, drejtësi. Shumë, motra dhe vlezër, aleluja, në kohët e fundit, thotë Zoti, do vinë dhe do t'ju turbullojë.
Do dalin nga mesi juaj, thotë mësues të rinj. Ata nuk janë si ne, por nga ne, motra dhe vëllezër, aleluja, do të dalin. Ka nyrë. Dhe çdo njeri do të tregoj kujdes, vëllezër, aleluja, vetëm në fjalën. Sepse në Jezus Krishti, as rreth prerje, as pa rreth prerja, thot, nuk ka ndonjë vlerë. Si ata të ligjit, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, që ecin me ligj. Dhe ata që janë të pa rreth prerë, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk kanë ligj, në Zotin nuk kanë asnjë vlerë. Janë njësoj. Por besimi që vepron me anë të dashurisë. Besimi që vepron me anë të dashurisë ka vlerë në Zotin. Nëse ne nuk do të kemi, motra dhe vëllezër, aleluja, dashuri për njëri tjetri, asnjë gjë tjetër, motra dhe vëllezër, nuk na ndërton. I gjithë ligji përmblidhet, thotë vëllezër, aleluja, në këtë, në një fjalë. Duheni njëri tjetër. Duhet të afërmin të, por si vetë. Kjo përmbush ligjin, vëllezër, aleluja. Dhe shpresa jonë, thotë, shkoni si do të fjalë. Besimi që vepron në ne me anë të dashurisë bën veprën e Zotit. Zoti erdhi, motra dhe vëllezër, nga qielli në shërbëllim mishi mëkatar, sepse ishte e madhe dashuria e Perëndis për njeriu. Që ati njeri mëkatar ta shpëtonte. Duhej të flijoj, motra dhe vëllezër, aleluja, që të shpëtoj ky njeri që shkonte në vdekje, në humbje. Dhe duhej një flijim. Dhe këtë mund ta bënte vetëm Perëndia. Jo njeriu, nuk mundet njeriu. Por çfarë erdhi Zoti në ne, të gjitha ata thot që e pranuan Jezus Krishti, ju dha pushtet, motra dhe vëllezër, aleluja, që të quhen bijë të Perëndisë. Jo të gjithë që më thëresin Zot, thotë, do hyjnë në mbretërinë. Jo të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, do të ngjiten, thotë, në parajsë, do jetojnë me Zotin. Por çfarë, kush, motra dhe vëllezër, aleluja, do të hyjë? Ata që këtë emër, bijë të Perëndisë, e mbajnë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe rruga e tyre është njësoj drejt kryqit të Golgotës. Si do shkojmë, vëlla, drejt kryqit të Golgotës, do me thënë, do marrim nga një kryq të gjithë dhe do të na rajnë në rrugës dhe ne do ngjitemi në kryq? Jo, motra dhe vëllezër, aleluja, atë rrugë hapi Jezus Krishti. Por në këtë rrugë që Zoti na ka thirrur ne, secili thotë të marrë kryqin e vet dhe të më ndjekë. Dhe kryqi, motra dhe vëllezër, aleluja, për secilin nga ne, aleluja, është për shkak të emrit tim, ju do të shahet. Ju do të përdiqet. Do të flasi keq për ju, thot. Ky është kryqi që secili nga ne do ta mbajë. Pse? Sepse duke mbajtur këtë kryq, gozhdojmë mishin tonë.
nuk e lem mishin të kërkoj të drejtën e vetë. Nuk do t'i plotësojmë dëshira mishit tonë, por në kryq do t'a kushtojmë. Nëse foli vllai apo motra, Zoti na dha një mësim motra. Fali sepse nuk dim çfarë. Kjo është rruga e të krishterit, vëllezër, aleluja. Fali o atë sepse nuk din çfarë. Ka motra dhe vëllezër, aleluja, lejon Perëndia që të ndodhin gjëra, motra dhe vëllezër, aleluja, në popullin e vet. Për çfarë? Që të dalin të sprovuar, motra dhe vëllezër, aleluja. Ata që vërtet e duan Zotin. Ata që vërtet kanë frymën e Perëndisë. Duke ecur në këtë rrugë, sprovohet. Ju vraponit bukur. Kush ju ka penguar të mos i bindeni së vërtetës? Ju vraponit bukur, thot në fillim motra dhe vëllezër, aleluja. Kur pranuam Krishtin, nuk llogaritnim asnjë lloj gjë. Jo a Krishtin dhe buzëqeshja jonë ishte, motra dhe vëllezër, e dukshme në të gjithë njerëzit. Vraponim të takonim vëllezërit, sepse aty ku janë mbledhur vëllezërit është Zoti, dhe asgjë s'na pengonte që të ishim bashkë. Po sot, motra dhe vëllezër, aleluja, kush ju pengon? Kush është ai që ju ka hedhur diçka të tillë që ju të mos vraponi si në fillim? Kjo bindje nuk vjen nga ai që ju thret, po çfarë? Pak ma ja e bën që të vijë gjithë brumi, dhe pak ma ja, vëllezër, është po s'tash të gjë. Po s'ka gjë kjo. Dhe tolerojmë në fjallën e Perëndisë. E dini, vëllezër, ç'do të thotë të tolerosh fjallën e Perëndisë? Jezus Krishti unë gjitë në kryq, vëllezër, aleluja, dhe pagoi shtrenjtë për çdo njeri nga ne. Pagoi me gjakun e tij. Na bleu, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ne themi, me këtë pak manja, me këtë s'ka gjë, bëjmë pazar me gjakun e Jezus Krishtit, vëllezër. Po s'ka gjë dhe si s'ka gjë? Jezus Krishti derdhi gjakun për ty dhe të bleu me gjak. Si mund të toleroj, motra dhe vëllezër, aleluja, në fjallën e Perëndisë dhe të themi s'ka gjë? Kur Zoti thotë për ty, unë u kryqëzova në kryq të Golgotës. Pak ma ja e bën të vijë gjithë brumin. E prish brumin, motra dhe vëllezër, aleluja, pak ma ja. Duke folur për vllajën, duke folur për motrën, çfarë po bëj, motra dhe vëllezër, aleluja? Është e pëlqyer në sytë e Perëndisë që të merrem me vllajën dhe me motrën? Është e pëlqyer kjo që po bën në sytë e Perëndisë? Kur Zoti thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, vraponit bukur në fillim. Çfarë ka ndodhur tani? Duke bajtur në përgojë, motra dhe vëllezër, njëri tjetrin, kjo është pak ma jap. Sepse jemi bërë, motra dhe vëllezër, aleluja, mësues.
që të gjithë dimë të japim mësimin. Dhe asnjëri nuk pranon dot korrigjim. Ne jemi bërë mësues të njëri tjetër. E në fakt mësuesi ynë është vetëm Jezus Krishti. Vetëm Zoti mund të na mësojë. Ju thot Zoti do të jeni të mësuar nga fryma e Perëndis, nga Perëndia. Kam besim tek Perëndia se nuk do të mendoni ndryshe nga kjo që po flas. Por ai që ju turbullon juve, kushdo qoftë, do ta marrë të mirë. Sa për mua vëllezër, nëse unë vazhdoj dhe predikoj rreth prerë, përse më përndjekin akoma? Nëse unë, motra dhe vëllezër, aleluja, thot apostolli Paul, predikoj rreth prerë, ligj. Përse këta të ligjit më përndjekin? Këta të ligjit po më përndjekin. Kujt i kam prishur punë? Aleluja. Atëre skandali kryqit të raposhtë. Nëse unë, motra dhe vëllezër, aleluja, predikoj dashurim, mëshirë, falje, besimin në Zot, mirësinë, ku ti ka prishur punë, motra dhe vëllezër, që flasin keq për ty, për mua? As sikur ata që ju turbullojnë të gjymtoheshin vetë. Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri. Por mos e përdorni këtë liri si një rast përmishi. Juve u thirrët të gjithë që të jeni të lirë. Por mos e përdorni këtë liri, thot motra, aleluja, përmishi, për smirën që ti ke, për vllajin apo për motrën, dhe e përdor këtë liri që mund të flasësh si të duash. Nuk u thirrët për këtë gjë, thot Zoti, që ti jesh i lirë të flasësh kundër vllajit dhe kundër motrës. Por me dashuri ti shërbeni njëri tjetrin. Kjo do t'ju tregojë që jeni të krishterë. Vetëm dashuria që do të keni për njëri tjetrin, duke e vlerësuar vllajin më shumë se vete. Kjo të bën të jesh i krishter. Dashuria që ti ke për motrën dhe për vllajin. Ku qëndron dashuria, motra ime, vlla im, aleluja, që ti ke mësuar vite, kur ti flet keq për vllajin? Kjo është dashuri. Të përbuzësh, motra, vllajin apo motrën? Kjo është dashuri që kemi mësuar deri tani. Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë të vetme, duhet të afërmi, por si vetvete. Të afërmi, ta duash, por si vetvete. Dhe të gjithë e dimë, motra, aleluja, kush është i afërmi. Nuk dua të mbetem në të mësim. Ti tjetër do ta shohim. Por ama, i gjithë ligji përmblidhet vetëm në një varg. Ta duash vllajin, ta duash motrën. Nuk të ka vënë njeri gjykatës të gjykosh vllajin apo motrën. Ti shikon lëmishten në syrin e vllajit, thot motra dhe vëllezër, aleluja,